Drejtoria vendore e Policisë Tiranë informon se gjatë 48 orëve të fundit ka intensifikuar kontrollet në terrenakset kryesore rrugore dhe në zona të ndryshme të kryeqytetit. Forcat e posaçme operacionale dhe shërbimet e Policisë Rrugore Tiranë kanë zhvilluar kontrolle të befasishme me fokus evidentimin e armëmbajtjes pa leje, posedimit të lëndëve narkotike, kapjen e personave në kërkim, si dhe kontrollin e automjeteve luksoze të blinduara me xhamat e errësuar, tej normave të lejuara dhe me modifikime që shkaktojnë zhurma shqetësuese. Si rezultat i kontrolleve, policia bën me dije se janë kontrolluar dhe verifikuar 131 automjete dhe 213 shtetas. Janë shoqëruar 5 persona dhe automjete në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë për verifikimet mëtejshme. Bëhet me dije gjithashtu se janë arrestuar, proceduar 7 shtetas për drejtim mjeti në gjendje të dehur, drejtim pa leje drejtimi apo shkelje të tjera të rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu, forca e posaçme operacionale Tiranë thekson se janë vendosur 3012 masa administrative për drejtim në efektin e alkoolit, për shpejtësi mbi normat e lejuara, për përdorim të aparatit celular gjatë drejtimit të automjetit, për mosvendosje të rripit të sigurimit, për xhama të zinj të riveshur, për mosdhënie përparësi e qytetarëve, për parakalim të gabuar, si dhe për shkelje të tjera të rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu janë bllokuar 34 mjete për shkelje të ndryshme, si dhe janë tërhequr 9 leje qarkullimi. Kontrollet do të vijojnë në mënyrë të pandërprer me fokus rritjen e sigurisë publike dhe rrugore, parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive, si dhe garantimin e një mjedisi më të sigurt për të gjithë qytetarët.